Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Merrni këto gjethe për 30 ditë dhe i thoni lam të mirë diabetit, artritit dhe këtyre problemeve. Përdorimet e gjetheve të ullirit në mjekësinë popullore datojnë që në kohët e Egjiptit të lashtë. Asa kohë besohej se këto gjethe simbolizonin një fuqi hyjnore. Gjethet e ullirit përmbajnë në përbërës bioaktiv të fuqishëm dhe antioksidant, njësoj si vetë ulliri. Vlerat e këtyre gjetheve i bëjnë ato të dobishme për sistemin imunitar, tensionin e gjakut dhe shëndetin e sistemit kardiovaskular në përgjithësi. Nga të gjithë përbërësit bioaktiv të gjetheve të ullirit veçohet një substancë që quhet oleuropein. Në fillim të viteve 1900 u zbulua se ky antioksidant ul në mënyrë natyrale tensionin dhe parandalon problemet kardiovaskulare, për cilat janë vlerat e gjetheve të ullirit. Kur krahasohen me efikasitetin e ekstrakteve të gjetheve të ullirit me atë të një medikamenti kundër tensionit të lartë, studimet të cilave u referohemi sipas Del Said zbuluan se ekstrakti bimore ul të ndjeshëm tensionin sistolik dhe diastolik. Kjo ulje u vërejt kur pjesëmarrësit në studim morën 500 mg ekstrakt të gjetheve të ullirit 2 herë në ditë për 8 javë. Gjethet e ullirit gjithashtu ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe shmangin efektet anësore të medikamenteve. Ato janë të mira edhe për shëndetin kardiovaskular. Antioksidanti oleuropein bashkë me përbërësit e tjerë të gjetheve të ullirit kanë ndikime direkte në uljen e rrezikut të shfaqjes së sëmundjeve në zemër. Ato gjithashtu parandalojnë formimin e inflamacionit dhe disa komplikacioneve të tjera. Janë një zgjidhje shumë e mirë për diabetin. Një studim zbuloi se ekstrakti i gjetheve të ullirit ka ndikime penguese në zhvillimin e diabetit dhe problemeve të tjera kronike. Ato mund të ulin nivelin e sheqerit në gjak dhe ta mbajnë atë nën kontroll. Përmirësojnë funksionet e trurit. Përbërësit bioaktiv të gjetheve të ullirit zbusin simptomat e problemeve mendore të lidhura me moshën si skleroza ose sëmundja e Alzheimerit. Sipas studimeve, antioksidantët stimulojnë radikalet e lira që dëmtojnë në funksionet e trurit dhe irin me këmbin ato. Janë një zgjidhje shumë e mirë kundër artritit. Gjethet e ullirit paksojnë entjet e kyçeve dhe të gjymtyrëve të prekura nga artriti sepse shënjestrojnë ato që në fillim të inflamacionit. Për më tepër, substancat e këtyre gjetheve zbusin dhimbjet kronike që shoqërojnë sëmundjet. Janë të mira kundër bakterieve. Ekstraktet e gjetheve të ullirit mund të eliminojnë një sër bakteriesh dhe mikrobesh përfshirë, Escherichia coli. Këto ekstrakte janë efikase kundër problemeve të tjera. Përmirësojnë sistemin imunitar. Gjethet e ullirit pengojnë të ftohurën dhe janë të dobishme kundër viruseve të dëmshme. Përbërësit e gjetheve eliminojnë organizmat e dëmshëm dhe nuk lejojnë shurmimin e tyre. Përfshirja e çajit të gjetheve të ullirit në mbikëqyrjen e një eksperti është një zgjidhje shumë e mirë në aspektin tuaj. Ullinjt janë të pasura me fibra që ndihmojnë në sistemin tretës. Vitamina E dhe yndyrnat e pangopura parandalojnë çdo dëmtim të shkaktuar nga radikalet e lira në zorr. Një filxhan ulliri i zi siguron 17% të marrjes së rekomanduar ditore të fibrave, që do të thotë se ato do të rriten ndjeshëm në tretjen tuaj. Ne të gjithë duhet të sigurojmë se ushqimi i qam është më i miri në treg, por gjithashtu duhet të bëjmë kujdes edhe për vlerat ushqyese të gjërave që ne konsumojmë. Prandaj, në këtë video do ju sjellim vlerat dhe arsyet pse duhet të shtoni ullinjt në dietën tuaj. Ato forcojnë në sistemin imun dhe mbrojnë enët e gjakut. Ullinjt janë antioksidant që pastrojnë trupin duke eliminuar çdo materie të dëmshme. Rregullojnë nivelin e kolesterolit, që do të thotë se ato e mbrojnë nga problemet kardiovaskulare. Për më tepër forcojnë edhe sistemin imun dhe mbajnë lëndët ushqyese që t'ju ndihmojnë kundër alergjive. Ndihmojnë në humbjen e peshës. Ullinjt janë të pasur me yndyrra të mira për të cilat edhe ka nevojë trupi ynë. Këto yndyra trupi nuk i ruan si depozita, prandaj edhe duhet të plotësohen. Ato kontribojnë shumë në humbjen e peshës në mënyrë të shëndetshme. Ullinjt janë delikatesa të jashtëzakonshme dhe ju mund t'i shtoni ato në ushqimet tuaja të preferuara ose thjesht i hani ato në mes të ngrënies suaj. Ato janë jashtëzakonisht të shëndetshme dhe në gjendje që t'ju mbrojnë në mënyrë më të mirë të mundshme. Trajtojnë dhimbjen dhe inflamacionin. Ullinjt dhe vaji i ullirit janë antioksidues të fuqishëm.
Ky ushqim i shijshëm dhe i kripur do ju ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve, kështu që mund të përdoret shpesh si një ilaç. Mbrojnë flokët dhe lëkurën tuaj. Ullintë dhe vaji i ullirit përmbajnë komponentë që mbrojnë lëkurën dhe flokën tuaj. Acidet yndyrore të pangopura të acideve yndyrore omega-3 gjenden në sasi të madhe në këto acide yndyrore që ushqejnë, mbrojnë dhe lagështojnë lëkurën dhe flokën tuaj. Të pasur me vitaminën E janë ideale për lëkurën dhe flokun e shëndetshëm. Ullintë dhe vaji i ullirit mund të përdoren si maska për flokë dhe për lëkurën. Ato nxisin sistemin tretës. Ullintë janë të pasura me fibra që ndihmojnë në sistemin tretës. Vitamina E dhe yndyrnat e pangopura parandalojnë çdo dëmtim të shkaktuar nga radikalet e lira në zor. Një filxhan me ullintë të zinj siguron 17% të marrjes së rekomanduar ditore të fibrave, që do të thotë se do të rritë ndjeshëm edhe sistemin tuaj tretës. Ullintë janë të pasura edhe me vitaminën E dhe janë gjithashtu të pasur me antioksidantë që ndihmojnë në uljen e rrezikut të kushteve shëndetësore të dëmshme, siç mund të jenë diabeti, goditja në tru dhe problemet e zemrës. Substancat antioksiduese të ullinjve parandalojnë oksidimin e kolesterolit dhe në këtë mënyrë parandalojnë formimin e depozitave në muret e enëve të gjakut. Gjithashtu ullinjtë përmbajnë yndyra të tilla të cilat janë vërtetuar se ulin presionin e gjakut. Për shembull, disa studime kanë treguar se ullinjtë mund të mbrojnë kundër osteoporozës, kur kockat bëhen më të brishta ose më të dobta. Ullinjtë janë një ushqim ideal kur bëhet fjala për humbjen e peshës. Gjithsesi, ulëntimet kanë treguar se nëse i zvendësoni yndyrnat e ngopura me yndyrna mono të pangopura që gjenden në ullinj, ne inkurajojmë humbjen e peshës. Përveç kësaj, vaji i ullirit është treguar se shpërndan yndyrat brenda qelizave yndyrore, gjë që inkurajon shkrirjen e yndyrave në stomak dhe redukton ndjeshmërinë ndaj insulinës. Konsumi i ullinjve në tërësi ose përdorimi i vajit të ullirit në momente të caktuara në gatesat tuaja do të japë rezultate të mira ushqyese për shëndetin. Ullinjtë janë një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese në dobi të organizmit, dhe pasurimi i dietës suaj me këto produkte do ta bëjnë atë një element të veçantë ushqyes me ndihmë të fuqishme shëndetësore. Përfshirja e gatesave të ndryshme me vaj ulliri dhe konsumi i frutit të ullirit është një mundësi e shkëlqyer për të rritur gjithashtu performancën e trupit dhe për të parandaluar një sër problemesh të tij. Ullinjtë janë një nga frutat më të mirë ushqyes që mund të jenë në pjesë pandare dietës suaj, duke renditur kështu edhe vlerat e veçanta, sidomos për shëndetin e zemrës. Studime të shumta kanë treguar se konsumi i vajit të ullirit, veçanërisht varietetet ekstra të pastra, mund të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe humbjes së jetës të njerëzit që janë në rrezik të lartë për këtë gjendje. Ullinjtë përmbajnë përbërës oleokantal, të cilat sipas studimeve kanë treguar se mund të largojnë qeliza të dëmshme. Studimet kanë treguar një lidhje mes konsumit të vajit të ullirit dhe uljes së rrezikut të problemeve të gjirit. Ato parandalojnë diabetin. Ulëntimet tregojnë një lidhje midis konsumit të vajit të ullirit dhe parandalimit të diabetit të tipit 2, duke ndihmuar trupin të rregullojë glukozën. Glukoza e parregullt mund të çojë në zhvillimin e diabetit të tipit 2 dhe problemeve të tjera të ngjashme. Konsumi i ullinjve vazhdimisht në dietën tuaj është një mundësi e shkëlqyer për të lehtësuar një sër komplikacionesh dhe për të rritur gjithashtu performancën e trupit tuaj. Vlerat e vajit të ullirit mund të përfshijnë mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Vaji i ullirit ul shfaqjen e problemeve kardiovaskulare me 41% për shkak të polifenolit që përmban, i cili ul nivelin e kolesterolit në trup, citon Health Site. Ato përmirësojnë edhe sistemin imunitar. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për imunitetin, pasi përmban antioksidantë që forcojnë shëndetin tuaj. Ato ndihmojnë edhe për të rënë nga pesha. Pasurimi i dietës suaj me çajin, me vajin dhe me frutin e ullirit, atëherë do të keni përfitime të dyfishta për shëndetin tuaj. Ndaj, duhet ta përdorni gjithmonë brenda normës së lejuar. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.